Miqtë e radios Ngjallja, ndodhemi le të themi në zemrën e të Rovës, në tempullin e saj, në kishën ortodokse që i dedikohet Shën Nikollës. Të fillojmë bashkëbisedimin ton për historikun e të Rovës, por dhe për këtë kishë kaq të bukur të Shën Nikollës, me dy nga banorët e saj të vjetër, me zotin Ladi, që emrin e pakëzimit e ka Gjergji, dhe me zonjën Nikoleta. Tjetër, kishim një tokë këtej nga rrugë e Rovit. Edhe kishim mbjedh babi Bostan. Dhe ajo rinte deri në akşam, që mos vinin të trezonin, pastaj vinte babi e rovante. Edhe ajo nisi rrugën, edhe arri për në shtëpi. Dhe atëherë leta anë tha, braktisi Bostani dhe unë nisi. Kur erdhi për në shtëpi, se ja këtej, edhe përpara i delshën kollin. I lëveshur me roba të zeza, tha. Edhe a i përpara unë mbrapa, ardi deri në kisha dhe i ra kësaj derës këtu, edhe api, tha. E pasaj, i ndeshin këpucët, edhe yri, tha, dhe ndezit gjitha kandilet. E ka parë me sytë e saj, dhe beson të shumë, shumë. Atanesi, cila është historia e banorëve të kësaj zonës, e këtij fshati, të Rovës? Pak a shumë kemi një DNA, jo dhe të plot, por ashtu si trevat e tjera në zonën e fushës së Korçës, po edhe Trova ka një histori. Në hershmëri Trova është e hardur këtu ku jemi aktualisht në sot. Fillimisht kanë qenë në Belorta, ku atje është edhe ku është një karburant i sotëm. Mbi karburant është ajo kodrina e vogël, atje ka qenë shënkolli Trovës i hershme, i brezave të parë. Dhe flitet në Gojdhenën, por diçka thoshin edhe e shkruar në histori. E shkruar në kishte në Përndavinj, kishte një farë historie, po më shumë kishte edhe për Përndavinj, po pak edhe diçka për Trovën. Mendohet që Trova ka zbritur rreth viteve 1600 këtu ku është, në familje të mjaft të veçanta. Këtu edhe do të thënë sojet që janë Mizaku, Bicolli, Melet, edhe këto janë të ardhur nga Trova e vjetër, e hershme. Ka pjesë që ka edhe me mbiemrin Rovari, kanë ardhur nga Rovi, të cilët Rovi ka qenë edhe në një, do të thënë si hershmëri më thellë, nga fshatrat më të vjetër të zonës së Fushës, cili ishte vendosur në një kodrinë në mes në periferi të kënetës së hershme. Edhe ishte si ishull vërtet, edhe tregonin brezat një ishull mjaft i bukur, por i banuar prej hershmërisë së vjetër. Diçka përmendet edhe në histori. Ka edhe gojdhena të tjera në ardhjen e sojeve në këtë fshat, por parafërsisht kaq mund të dimë. Këtu në këtë vend ka qenë një kishë më e vogël se kjo që është sot, me përmasa më të vogla. Duke rritur popullsia,
ishte e nevojshme që kisha duhet të zmadhoshe, se nuk e mërë të do. Atëre detyruan mendimin e banorëve të fshatit, bën materialet dhe kjo kishë është rindërtuar, në sa më inventun, në vitin 1939. U bë me këto përmasa kaq të mëdha, për të marrë sa më shumë njerëz. Ne në kishë, kur qeshe vogël, vinim nga herë. Luteshim Zotit, ndisim qirinj, bënë të gjitha adete që gjushin jo veç të kuqe, ngjyrim të gjitha. Dhe ditën e Pashkës, që vinte Pashka të javë, vinim këtu në kishë, pastronim tër kishën, vinim pasaj, si që këshim pastruar kishën, vinim tejnteve, silnim lule, faleshim Zotit, ditën e Pashkës që gëdishe Ristozi, vinim këtu me vezë, me tëra, me lule, me gjitha, vinim në përvaret, dëgjonim këtu në kishë Zotin priftë që e kishim pe fshati, aju na me shonë të bente, e dëgjonim të gjitha me radhë. Pasa zaj në të nesërmen, prap e gëdhinim kishën, vinim në orën 11, rinim deri në orën 4, mbanim për të kunguarë, bën të kungimi në orën 4, e vinim në shtëpi, pasaj shtëpia, mamaja na kishte pregatitur gjera se të javën mbanim kreshmë. Në të nesërmen vinim gjithë dhe prap në kishë. Vinim prap në mëngjes, vinim prap në kishë. Mbas dite vinim e festonim tër fshati në oborin e kishës. Shtronim tavolinat, anim, pinim, për bukuri. Pasaj, në 65-ën, 67-ën, nuk lejoshe, e prenë kishën, Zotin, në ozvinim. Ju kujtohet ajo periudha, ajo dita kur morët vesh që do ndaloheshin kishat, do mbylleshin dyert. Ne ishim të pikëlluar për këtë gjë, dhe ishim të vinim në kishë, e kishim në gjak të vinim. E vinim nga njerë së fqetë ka kështu, vinim, faleshim, veshim, edhe kër rinin Pashkën, neve i bënim të gjitha adetet. Kontributi i tyre ka qenë me sa në mbajmentu dhe sa kanë treguar etrit të paranesh, janë në mos gaboj familjet e Dimitraqit, e ka është larguar pa i hershmëri nga fshati, në mos gaboj është edhe familja e Mikail Melos që kanë kontribuar në atë kohë, të cilët edhe kanë ndruar jetë. Po një mrekulli më e madhe është për këtë fshat që i takon për të falenderuar dhe për të lavdëruar në mënyrë të veçantë nga trevat e kësaj zone. Është për arsye se me mënyra të ndryshme kanë mbajtur kishën të paprishur në atë kohë. Papathimi të ashtë, dhe kur u prishë në kishat, atëre e olqën nga punat të njeri, dhe mbetën në papunë. A ishte nga Trova? Ishte nga Trova. Në 67-ën, kur u prishë në këto kishat, i olqën të tëra këto, që janë këto ikonat këtu, dhe ikonostasin që kemi këtu prapa neve, e kishim ikonostasin nga korat më të vjetra. Dhe këto kora këtu kanë marrë, janë dorëzuar muzeumit të Mesjetës në Korçë. Bile unë kisha motrën, ajo ishte shumë fetare. E bile këtë kishën, ajo vëridorë që edhe na bënte na zinte qiqër, bënim bukë, gjënim vezët, së fshetë ka. Edhe guaskat i mblithnim që mos na dukeshin. Pastaj në 67-ën, u mbyll ajo. Keq na vinte, sa s'kishte të betë pasaj. Kur fillovi demokracia, kemi qenë në
kineman e fshatit, ndërtesa mes të fshatit, e ishim gjithë fshatit. E folën për punën e tyre që kishin, kurse motra time, Vanthi, u ngrit në mes të mbledhjes, edhe tha mua do atë më lironi kishën, tha. O, në pauzë, si kush pas mendimit të tyre, jo kështu për mua do të më lironi kishën, sa kisha këtu që bërdepa, kishin sjellë grurë, patate, misër, që për i bret. Kjo ishte një mbledhje e partisë në fshat? Edhe fshatit, si që brigata që mlidheshin, edhe ajo ngrit pas asaj, dhe në që me në barban për më ta gjotha, kam unë një pyetje, tha. Unë tha, dua të më lironi kishën, tha. E si për fundim do atë ishin qarkini atje, tha, kishin prodhime të tëra, i muar ish punë në depot e tyre të kishës këtë, është kjo ndërtesa këto fërkatshri, edhe vejtë me burën e saj, i mlodhi dhe një dy vlezëri ashtu, e mure e pastrovi kishën këtu, e regullovi, bëri pastrimin, e pasaj u lith me ata të korqës, që vënë pasaj bukurime të tjera, sualto kora të tëra me radhë. Me ardhjen e demokracisë, pastaj fillua njerëzia te kemi ja, por neve kur hap demokracia kemi sjellë priftin e parë nga Korça Papakostan. Ka qenë uji i bekuar, në 6 janar, edhe njerëzia e deshin. Kemi nisur e kemi marrë neve me makinë nga Korça, kemi sjellë këtu, ka edhër kryqin këtu, pastaj ka ikur në Korçë. Ne mbajmet që mbas viteve 90 krijuam këshillat e kishave të fshatrave të parë, si që është për Ndavinjë, Trovë, patëm bashkëpunimin e parë, dhe pastaj me Rëmbeqen, po më shumë ngushëtësisht Trovë për Ndavinjë. Ka mjaft për të përmendur, për mbas përmendur të gjithë fshatin, se Trova duket që është një fshat i vogël, por një fshat kompakt dhe besimtar, që në jashtëmëri, po ashtu edhe ekziston edhe sot. Edhe vlen për t'i përmendur, është Niko Shurdua që ishin nismëtar dhe parë, Niko Bicolli, por më shumë mund të përmendim Vanthin, e cila që një qëndresë e fortë, si në kohën përpara, në kohën e komunizmit, po ashtu edhe sot mbas lirisë besimit. Atëre filluan të lëvizje njerëzia. Filluam me lendin që kishim neve të kishës, kisha kishte lendin e saj rreth e rrotull, bëm neve këtë ikonostasin këtu, e kam bërë vetë banorët e fshatit, kemi patër një zdruftar shumë të mirë djatë të ri, pastaj me ndihmën e banorëve, kur vinin këto pashkë dhe vinin këta emigrantët nga Greqia, fillon për jepnin kontributet. Për ditën e pashkës bëhe shitja e korave, si që bëhet në vend. Shisim kora dhe me ato pak para që mbitim, fillon të mobilojmë kishën. Fillon bëmë këto ikonostaset, bëmë korat, të gjitha korat janë dhurate banorëve të fshatit. Se cili ishte dëshmimtar, deshte të dhuron të një korë. Mirë po në mungesë nuk kishim për të komplesuar me priftrinj. Kuadrat e priftinit që jem shumë të paktët. Derisa fillovi ajo shkolla e Durrësit të nxirrte kuadrat e para të priftrinit për t'i mobilizuar për t'i vënë në kishat. Mbarova gjimnazin, erdhi një thirrje për të shkuar në Akademinë Teologjike. Në vitin 2000 shkova në Akademinë Teologjike, mbarova studimet atje 2003-shin, më pas u morëm me katekizëm pak.
Më vonë, shikuam punën. Erdhi thirrja e Perëndisë. Në vitin 2019, u dorëzova si vjak nga mitropoliti i Korçës, që tashmë është kryepiskopi i Shqipërisë, im Zot Johani. Shërbeva për 3 vjet e gjysmë si vjak, më pas në 2022 u dorëzova prift. Dhe Irsi Johani në atë kohë më caktoi të shërbeja në këtë fshat, ku isha lidur dhe isha rritur, gjithashtu edhe në Rëndec. Me gëzim të madh dhe me përkushtim, po mundohemi që të bëjmë më të mirën. Këto janë diçka që ne duhet t'i përmendim dhe t'i kemi parasysh edhe në brezat e ardhshëm. Për arsye se ashtu siç e mbajtën brezat përpara nesh në trovë, kështu e transmetuan mbas së lirisë besimit dhe kështu duhet ta mbajmë edhe në të ardhmen për të gjitha veprimtarinë, mirëmbajtjen e kishës dhe forcimin e besimit. Dhe kjo është më e rëndësishme.